do të zgjidhet diçka. Do të thënë, nga ajo çfarë kemi mësuar për zgjedhjet, kanë kuptim kur kanë kandidat, kanë programe, kanë forca politike që i mbështesin apo lëvizje, kanë debate televizive me njëri tjetrin, bëhet një lloj fushate, diskutohen çështjet lokale dhe të gjitha këto munguan. Tjetra ka të bëjë me faktin që këto nuk ishin si thuaç zgjedhje lokale, ishin zgjedhje plotësuese për mandatin, diku për arsye objektive, por në të shumtën për arsye subjektive. Pra disa kaluan deputetët duhet të shkonte. 3 prej tyre u bën deputet në zgjedhjet e 11 maj dhe e lanë postin e kryetarit të Bashkisë Bosh. Pra si thuaç është një barë dhe një kosto. Pjesëmarrja e vogël e ulët, do të thoya ka 4 arsye kryesore. Para njëherë që ne pjesëmarrjen gjithmonë e bëjmë mbi atë listën e votuesve që gjysma nuk janë në Shqipëri. E dyta ka të bëjë me faktin që gjithmonë në zgjedhjet